Sergej Karaganov, 73 vjeç, i njohur edhe si profesor Doomsday, ka pohuar se lëshimi i armëve atomike taktike është e vetmja mënyrë për të parandaluar një luftë më të madhe midis SBA-ve dhe Rusisë. Vladimir Putin është paralajmëruar se dështimi për të vendosur armë bërthamore në Europë do të përbënte një mëkat të tmerrshëm. Këto pohime të jashtëzakonshme erdhën nga Sergej Karaganov, i quajtur profesor Doomsday, i cili shërben si kryetar nderi i Këshillit Rus për politikë të jashtme të mbrojtjes dhe argumenton se vendosja e armëve atomike taktike përfaqëson metodën e vetme për të shmangur një konflikt më të gjerë midis Amerikës dhe Rusisë. Ai bashkohet një listë në rritje besnikësh të Putin dhe zërave të Kremlinit që bëjnë thirrje për përshkallëzim bërthamor në konfliktin Ukrainas dhe përballjen me NATO-n. Këto komente vijnë pas asaj që duket të jetë një ndryshim qëndrimi nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka sugjeruar se Ukraina mund të rimarrë realisht të gjithë territorin e pushtuar nga forcat e Putin. Gjatë paraqitjes në televizionin shtetëror rus, shkencëtari politik përsëriti propagandën e njohur ruse, që shpesh i referohet një kërcënimi të supozuar që buron nga kufiri perëndimor i vendit me aleatët e NATO-s. Ne duhet braktisim disa nga idetë e pamenduara të hartuara nga paraardhësit tanë, të cilët ende thonë se një luftë bërthamore nuk duhet të ndodhë dhe se ajo nuk mund të fitohet kurrë. Kjo është absurditet absolut. Një luftë bërthamore mund të fitohet, Zoti na ruajt që të ndodhë, tha ai. Në vijim i thari i Putin shprehet, mos e braktisni idenë se një luftë bërthamore nuk mund të fitohet. Mund të gjendemi në një luftë shumë të gjatë dhe shkatruese me këtë Europë ende të pasur. Edhe në fundit Zoti na ruajt të lodhim popullin tonë dhe më e rëndësishmja, ne mund të lejojmë që kjo luftë përhapet në të gjithë njerëzimin. Kjo sëmundje e ngjitse europiane duhet të zhduket. Ne duhet të përgatitemi për të sulmuar ose të paktën të bëjmë të kuptojnë se jemi gati. Nuk do të jetë domosdoshmërisht një sulm bërthamor, por duhet të përgatitemi. Zëdhënësi i profilit lart televiziv Vladimir Solovjov, i cili mbështet sulmet atomike qeshim të madhe ndërsa kërkoi në programin e tij televiziv të mbrëmjes që Oxfordi dhe Cambridge bombardoheshin për të zhdukur elitën e Britanisë dhe institucionet e tyre akademike. Solovjov shfrytëzoi televizionin shtetëror të mbështetur nga Kremlini për të synuar klasën qeverisëse të Britanisë së Madhe, duke i quajtur idiotët në qeveri dhe monarkinë thjesht figura figurative, ndërsa pretendonte se një establishment sekret drejton fijet. Ai vuri në dyshim, kush e qeveris vërtet Britaninë e Madhe?